Doktor, 4 ditë vlora pa ujë të pishëm, megjithatë pas rikthimit të ujit të pishëm normalisht janë bërë edhe analizat përkatëse në bashkëpunim me ujësielësin, pikat ku janë marrë, sa mostra janë marrë dhe çfarë përgjigjesh kanë dalë sot në ato analiza? Përtej defekti teknik të ujësielësit është në detyrë funksionale të Njësisë Vendore Kujdesshëm Shëndetësor monitorimi i gjendjes shëndetësore të popullatës referuar sëmundjeve infektive të natyrave të ndryshme në kontekstin e mungesës së ujit. Sigurisht i kemi kushtuar rëndësi monitorimit pra të analizave të ujit gjatë furnizimit në këto ditë të popullatës me autobote që do të thotë janë kryer analiza të tyre dhe të institucioneve që janë furnizuar kryesisht. Dhe siç e dini, prej ditës së djeshme, pra me lëshimin e ujit në rrjet, kuptohet që në bazë të rregullores për cilësinë e ujit të pishëm, institucionet kanë detyrim ligjor të bashkëpunojnë dhe kjo ndodh gjithmonë pra midis ujësielësit, shoqërisë rajonale të ujësielësit, inspektoriatit shtetëror shëndetësor dhe drejtorisë dhe Njësisë Vendore Kujdesshëm Shëndetësor. Që do të thotë ne kemi marrë analizat, pjesa fiziko-kimike është në vlera normale, dhe në bazë të afateve laboratorike presim dhe pjesën mikrobiologjike, por burimet janë pra rezultatet e analizave në burimet janë në parametra normal. Këtu ne monitorojmë ujin pra që vjen te qytetari nëpërmjet rrjetit të ujësielësit dhe merret ujë në të gjitha lagjet e qytetit, pra është një detyrë e përditshme që ne e kryejmë. Dhe pas lëshimit të ujit janë marrë analiza dhe ditën e djeshme dhe sigurisht sot në mëngjes dhe si çdo ditë që do vazhdojmë të marrim analiza. Pra uji deri në që është në rrjet, pra që është lëshuar për ditës së djeshme, nga pikpamja fiziko-kimike është në parametra normal. Kuptohet për të parandaluar për çdo lloj ndotje të mundshme qytetarët janë këshilluar nga drejtoria e ujësielësit, duhet i kushtojnë rëndësi njëkohësisht edhe depozitave, por të kemi parasysh që kemi të bëjmë me një defekt teknik dhe jo me një pra kontaminim të ujit. Doktor, megjithatë duhen 48 orë që ujit i qarkullojë, pa nuk është u gatur ujësielësi. Unë duhet të shtroj pyetjen edhe më gjatë. Një këshill nga ana juaj, për ata familjarë të cilët përdorin ujin e depozitës së tyre, duhet i klorifikojnë si funksionon apo uji klorifikohet nga ana e ujësielës në banesat e familjarëve? Në bazë të rregullores ne monitorojmë ujin e rrjetit, pra ujin që lëshon ujësielësi vlorë. Siç e dimë, një pjesë e mirë e pavateve kanë depozita që kanë për detyrë qytetarët t'i pastrojnë, por nuk është se ne kemi ndotje të ujit dhe po bëjmë rekomandime. Ajo është një kujdes që duhet ta kenë gjithkohën qytetarët, pra depozitat nëpër pallate të pastrohen. Në periudha të ndryshme na ka rastisur pra që vinë qytetarë që dyshojnë për ujin, sidomos gjatë verës, që s'u pëlqen në shije apo në ngjyrë, që kanë të bëjnë kryesisht me depozitën. Pra detyra jonë dhe ujësielësit është që uji që hyn në banesat e qytetarëve të jetë i klorinuar dhe me parametra fiziko-kimik sipas rregullores.